Përshëndetje të dashur miq, jemi duke kputur fiq të egër, por çfarë do t'i bëjmë, do thoni ju? Fillimisht, do t'ju heqim bishtin dhe do t'i vendosim në ujë të ftohtë. Kjo bëhet me qëllim që t'ju largojmë qumshtin që kanë brenda. Do t'i lëm aty për 2 orë, i kullojmë dhe i shplajmë mirë. Më pas i hedhim në një enë të bollshme dhe do t'i shtojmë ujë gëlqere. I lëm në ujin e gëlqeres për 2-3 orë, do t'i shplajmë mirë dhe me majën e një thike do t'ju heqim të gjithëve pjesën e vogël të lules që kanë përsipër. Do t'i vendosim për të zier për 5 minuta, pas 5 minutave i heqim dhe i hedhim direkt në ujë të ftohtë. Kjo bëhet me qëllim që të largojmë lëngun e gëlqeres dhe fiq t'i kemi të pastër gati për liko. Para se t'i vendosim për të zier në shurup, ju shtrydhim ujin e tepërt që kanë brenda dhe përgatisim shurupin. Për shurupin kemi përdorur 1 kg sheqer dhe 800 ml ujë. Shtojmë fiqt, i ziejmë për 15 minuta duke i hequr shkumën dhe do t'i lëmë që të pushojnë gjatë gjithë natës. Të nesërmen do t'i ziejmë përsëri edhe 15 minuta të tjera me gjethe barbaroze dhe me lëngun e një limoni. Kur shurupi të trashet si pikloti dhe fiqt të duken transparent, likon e keni gati për ta vullosur nëpër vazo. Uroj dhe shpresoj që ta provoni këtë recetë.